Është e papranueshme që partitë opozitare thonë që këtë drejtë që u ka dhënë qytetari edhe interpretimi i gjykatës kushtetuese na lejoni neve që ne ta kemi të drejtën që ta zgjedhim se kush duhet të jetë kryetari i kuvendit. Mendoj që ky është boshti i problemit edhe rrugë zgjidhja që duhet më dalë. Në rast se kryetari i kuvendit këtë drejtë ia ka delegu qytetari, populli i Kosovës, edhe njëkohësisht ka dhe interpretim të gjykatës kushtetuese se i takon grupit më të madh parlamentar, nuk i takon partive tjera me thonë na jepni këtë drejtë që ka dhënë juve qytetari, edhe interpretimi ose gjykimi i gjykatës kushtetuese që ta përcaktojmë ne. Çështja e dytë, Kuvendi i Kosovës nuk i takon vetëm edhe shumicës, në këtë rast partisë ose koalicionit që ka dalë fitues dhe i pari në zgjedhje, se ndryshe me këtë logjik atë do duhet me qenë gjithë nënkryetarët. E përderisa nënkryetarët i takojnë edhe partive të tjera, ta zom këtë rast flas për PDK-n edhe LDK-n për shkak se AOK-ja prononcohet është parti parlamentare, po s'ka drejt as me kandidu për nënkryetarët e kuvendit. Edhe është e rëndësishme çështja tjetër që ta theksojmë edhe një herë se janë deputet të komuniteteve jo shumicë nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, që po i dhënë përkrahje këtij vullneti qytetar që e ka përcaktuar me datën 9 shkurt. Do thotë 2 bosnjak, 2 egjiptian, 2 turq, edhe 1 ashkali, 1 rom dhe 1 serb, 9 nga të gjitha komunitetet jo shumicë, 1 edhe nga komunitetet do thotë serb, në vazhdimsi dhonë përkraje dhe votën e tyre në formim dhe në funksion të konstituimit të Kuvendit të Kosovës. Besoj që e njëjta çështje ose e njëjta logjik duhet ndjeket edhe nga partitë tjera opozitare shqiptare, për shkak se kjo do t'i hapte rrugë të mundësisë së konstituimit të Kuvendit edhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese që Kosova të ketë kuvend edhe të ketë qeveri. Pse është i papranueshëm kemi vetëm klasë të shtatë, pra është qartë që partitë tjera nuk do të dëshirojnë atë drejtë agjën si kryetari të kuvendit. Atë pse nuk çon një rrugë këtë zhvilluar situata? Me rrugë për çkafit me çu. Për me zgjidhje parlamentare. Po dëgjoj, edhe numrat gjithë ne po i shohim, edhe ne i dim. Apo duk na unë ty që nuk e kuptoj që i kemi 57 numra. Po thotë për çështje që dihet kuptimin unë ne e kuptojmë shumë mirë